E cilësuar në të paktën e rasteve si ndeshja më e rëndësishme e javës së 8 të Superligës dhe akoma më shumë si sfida e titullit, Tirana Skënderbeu i përgjigjet të gjithë pritshmërisë. Mbase jo me shumë spektakël si pasojë 90 minutave pa gola, por fiton çmimin e parë sa i përket taktikës që dy formacionet shfaqën në fushë. Një çmim deri shkonte për tifozërinë, që krijon një atmosferë të denjë, sfidë të mbushur me rivalitet, por që në fund do të mbyllej me rrjeta të paprekura. Mbase ky ishte rezultati më i drejtë për këtë ndeshje, ku dy goditje shtylle nga një për skuadrat me Muzakën dhe Duron ishin momentet më kulminante sa i përket rasteve për shënim. As më shumë dhe as më pak, por nga një pikë për Tiranën dhe Skënderbeun, pa vlerë për Bardheblut që i ka dorëzuar kreun të Utës dhe një konfirmim për korçarët që gjatë gjithë këtyre javëve e kanë patur shumë të vështirë të shkojnë te fitoria. Kryesori Jemini bën shenjë për nisjen e topit të parë, ndërsa janë miqtë drejtuar nga Stanislav Levi ata që rrezikojnë të parët. Madje bëjnë të në kuptimin e plotë të fjalës. Muzaka i gjen kohën arkimit të Allmuçës në minutën e 4, por me likën të mundur, goli i korçarëve mohohet nga shtylla e majt. Presioni Skënderbeut në minutat e para është i dukshëm. Vuan Tirana që përgjigjen e parë e jep me balën në minutën e 8. Sulmuesi shpëton kurthit të mbrojtjes korçare për pozicion jashtëloje, por goditja e tij është e lehtë dhe shqetëson pak shehin. Por kush mendon se këto tentativa të shpejta nga dy skuadrat do të shtonin një marsh më shumë ndeshjes, gabohet. Minutat në vazhdim luhen në mesin e fushës me dy formacione, pa ide, ndërsa topat e gjatë nuk bëjnë asgjë për të rrezikuar portat e respektive. Për të ndërprerë monotoninë e një sfide tërësisht taktike, duhet të vinte minuta e 28. Orelesi finalizon me një goditje nga distanca një aksion të shpejtë të korçarëve, por tentativa e tij është qendrore. Asnjë problem për Likën që më pas duhet i paraprif Xhafës në daljen e tij në arkimin e Muzakës nga e majta. Nga ana tjetër, Tirana vuan gabimet e shumta në mesfushë që nuk i lejojnë të besuarit e Rubios të organizohen në aksione sulmuese. Gjithsesi, kryeqytetasit rrisin presionin në minutat e fundit të pjesës së parë, por nuk arrin të testojnë në asnjë rast shehin. Kjo fal dhe presingut që korçarët ushtrojnë në të gjithë fushën. E gjithë kjo bën që skuadrat të kthehen me rrjeta të paprekura në dhomat e zhveshjes. Pushimi nuk sjell asgjë të re, ndërsa formacionet kthehen në fushë me të njëjtën pamje sa i përket lojës së pjesës së dytë. Për t'i dhënë një shkundje sfidës, mendon Klodian Duro që në minutën e 55 i shkon shumë pranë golit të avantazhit. I pafat me fushori, goditja e të cilit do të ndalej nga traversa. Shpëton Skënderbeu që më pas kërkon të reagojë, por pa forcën dhe vendosmërinë e dur. Këto dy gjëra korçarët i gjejnë me kalimin e minutave dhe rrezikojnë seriozisht portën kundërshtare. Ruan të paprekur portën Ilion Lika në goditjen me kokë të Xhafaj, ndërsa Tirana mund të bëjë një frymarrje lehtësuese. Por jo për shumë kohë, pasi në minutën e 69 është Muzaka që sjell panik te Bardheblut. Mesfushori i avancuar shfaqet përballë Likës, por gjuan keq, duke shpërdoruar një mundësi të mirë për të shënuar. E shpejt përgjigja e Tiranës me Gilman Likën, por dhe Shkodrani nuk arrin të dërgojë topin në rrjet. Sfida bëhet më shpejt, ndërsa më pas është bala që shfaqet rrezikshëm në zonën korçare. I saktë arkimi Ferraj, por sulmuesi nuk i gjen kohën topit dhe vetëm sa e prek atë pa arritur ta devijojë. Tirana merr zemër në minutën e 76, Duro eliminon mbrojtjen, por prirët dhe dëmajt të zonës nuk gjuan si duhet. Mundësia e fundit për Elbasanasin që më pas duhet i lerë vendin në fushë Tushes. Jo vetëm për mesfushorin, pasi kjo do të ishte dhe mundësia e fundit për shënim dhe të dyja skuadrave, që në bërshëllimën e fundit të Jeminit ka ndarë nga një pikë. Por kjo sfidë ka dhe një humse. Ajo është Tirana që tani është kthyer në ndjekse të Kreut me 2 pikë më pak se Teuta.